Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderimet, lavdrimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall për të gjitha të mirat që na i ka dhënë në krye të këtyre të mirave për fen, pejgamberin dhe Kur'anin që Allahu xhallahu ala na ka dhëruar me to. Nëse paqja, nderimet dhe lavdrimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qofshin mbi Muhammedin alaihi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vllazërit e nderuar, tema që sonte do të flasim rreth saj me lejen e Allahut Azza wa Jall është një temë domethënë që unë nuk e kam zgjedhur vet, por ka qenë propozim prej atyre që më kanë ftuar që të flasim rreth asaj teme. Normalisht edhe propozimi për mua ka qenë shumë i mirë dhe i nevojshëm dhe dobishëm, andaj kam pranuar që mos më prish atë kërkesë, po të flas tamam për atë që është kërkuar. Edhe pse është një temë që është fol për të, edhe pse është një temë që flitet vazhdimisht për të, mirë po megjithatë ka nevojë që të shtohet, të folur dhe bisedë rreth saj. Fjala është për vëllazërinë në Islam, lidhjet mes muslimanëve dhe raportet që duhet muslimanët të kenë ndërmjet vete përderisa janë musliman. Tema që thash do të flas për të, kjo temë është temë e gjatë e para dhe e dyta thash është trajtuar shumë shpesh. Mirë po, varësisht njeriu ka i qasët kësaj teme. Nganjëra disa flasin për këtë temë duke mos kaluar ato kornizat e obligimeve të muslimanëve ndaj njëri tjetrit. Kur do të më fol për vëllazërinë në Islam, për raport e muslimanëve me vete, ai flet ka këndi i obligimeve. Çfarë obligimi kam unë ndaj teje si musliman dhe ti ndaj meje, dhe nëse na dy kryjm këto obligime, ne kemi realizuar vëllazërinë në Islam. Kjo është një aspekt që flitet për të. Aspekti i dytë që flitet do të thotë për vëllazërinë në Islam është ai që ka të bëjë me vlerat dhe dobit që na i sill neve në këtë botë dhe në botën tjetër vëllazërinë. Andaj ndëgjojmë atë ditën e njohur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ditën e gjykimit do të ketë njerëz të ulur në koltuqe që do t'u kenë lakmi pejgamberët e shahidët e kështu me radhë, e pastaj hadithi i njohur që Allahu xhallahu ala e fut në hijen e tij atë njeri që kështu me radhë ditët të njohura, apo edhe duke përmend ajete të ndryshme dhe hadithe të ndryshme dhe raste nga e kaluara se si janë dashur ata mes vetë, si kanë qenë të lidhur mes vetë, zakonisht kjo është ajo që karakterizon në ligjërat që ka të bëjë me vëllazërlëkun në Islam. E thash çështje të ndryshme, të cilat do të thotë na i ndëgjojmë dhe i kemi ndëgjuar më herët kur bie fjala për vëllazërlëkun në Islam. Unë normalisht nuk kam mundësi me dal komplet pikë kësaj, nga se këta që ka tjerë kanë folë, që ka flasur për këtë temë, edhe unë çka kam punë të kaluamën, është pjesa e asaj që ka folë Allahu për të dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para nuk mund na me dal këtë, tash më thon diçka që kur s'ka thon. Ashtu është e pamundshme. Nga se dikush kur flet diçka që kur s'ka thon, do të më marr mira me marrë fjala jo, nga se është e pamundshme, veç dikush më aqëlluar këtë tjerë mos më fol as për afërmi për atë që ka folë ai. Mirë po, unë dëshiroj që sonte para juve, para se të flas për dobit, për obligimet, për ato që ka do na i sill vëllazërinë në Islam, dëshiroj që të flas për një pikë që kështë qenë mirë që ajo të jetë e para sa të flasim për vëllazërinë në Islam. Aja është kuptimi i drejtë i vëllazërinë në Islam. Nga se neve nganjëherë nuk na mungojnë ajetet, nuk na mungojnë hadithet, nuk na mungojnë rastet e ndryshme se si janë dashur ata mes vete. Çdo kush për neve që është këtu, e din saktësisht apo se shpërngulja e sahabeve nga Mekka në Medinë qysh është shprit nga ensart në Medinë, apo dhe për këtë s'ka nevojë ders me kallzu. Na këtë e dim. Mirë, por megjithatë, ajo mbetet vetëm një tregim historik që na sa të flasim kënaqemi, për ndryshe frytet e saj shumë pak i shohim në jetën tonë të përditshme. Andaj, çka i ka bëu ata me dallu prej neve? Padyshim, çat Kur'an që kanë pas ata e kemi edhe ne, po të njëjtat hadithe,
që na flasin neve për raportet e mira mes vete, për dashurinë që duhet pas mes vete, për ndihmën reciproke që duhet pas mes vete, po të njëjtat hadithe i kanë lexuar dhe i kanë mësuar ata, madje ata janë transmetues të tyre. Ata na i kanë përcjell neve. Do të sjellën më të dikshëm për to se ata. Këti kemi pas të njëjta. Mirë, po është disa që po mungon. E që pastaj mungesa e tij po shkakton pastaj edhe defektin praktik. Për këtë arsye mendoj se na duhet muniska kuptimi i drejt i vllazëllokut. Kur ti e din kuptimin e drejt, çka i bën pas dikon vëlla, pastaj ky kuptim i jap kuptim pastaj edhe ajeteve dhe haditheve tjera që flasin për vlerën e kësaj begatie që Zoti na e ka dhënë. Për këtë arsye ndeshoj që sonte fillimisht para se dalë ato tjerat të flas përmes 3 pikave, të cilat besoj që e plotësojnë kuptimin e vllazëllokut në Islam. Do të thotë, në qoftë se ne i kuptojmë drejt këto 3 pika dhe mbitojmë ndërtojmë vllazëllokun, atëherë kjo do të jetë një bazë e fuqishme, stabile për ndërtuar pastaj mbi të atë ndërtesën që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të se musliman janë kel bunyan, sikurse ndërtimi, yashuddu ba'duhum ba'da, e forcon njëri tjetrin. E po ky ndërtim, në qoftë se nuk ngritet në temel, në bazë të fuqishme, a ka mundësi me qëndru? Nuk ka mundësi me qëndru. Andaj temeli i kësaj ndërtese është kuptimi i drejtë i vllazëllokut në Islam. Kur ti qëndron saf me një vëlla musliman dhe ti e prej këmbën tënde me këmbën e tij, a kupton ti këtë lidhje? A kupton ti se çka të ka lidh me kët? Kur ti për shembull shikon në TV apo shkon në haxh apo në umre dhe sheh me miliona musliman apo me qindra mijë duke u sjellë rreth Ka'bës, duke kryer një ibadete që ti i bën. A kupton ti se pavarësisht gjuhës që ai ka, pavarësisht ai ngjyrës që ka, ai është vllau yt në Islam më i afër se ndoshta ai që e ke në shtëpinë tënde. Kemë nevojë për me kuptuar drejt kët vllazëllëk. Për këtë arsye po them, mendoj se përmes 3 pikave kryesore ne do të kemi mundësi që ta spaku ta ndërtojmë një temel të fuqishëm mbi cilin do të kemi mundësi pastaj ta ndërtojmë vllazëllëkun e drejt Islam. Pika e parë që na ndihmon kuptimin e drejtë të vllazërisë islame është se vllaznia islame është vazhdimsi, dashuria mes muslimanëve mes vete është vazhdimsi e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall. Do të thotë, ai që na ka lidh mes vete është Allahu Azza wa Jall. Hiç pa koment, kjo është e mjaftueshme për një musliman me kuptuar se çka do të thonë. Mirë, po për me qartësuar edhe më tepër. Njëtë në kësaj bote, na e dim se varësisht se kush na ka lidh me një njeri, apo forsohen raportet tona me ta. Edhe shtohet gatishmëria jonë për të ndihmuar atij, për ta dashur atë, për ta duruar atë, për ta përkrahur atë kështu me radhë. Apo? Për shembull, kjo është edhe me fe, po edhe e njohur tek njerëz me traditë. Më i afërti i njeriu është vllau i tij. Apo? E pastaj është djali i migjes, e pastaj është shoku. E kështu me radhë, apo? Po këta që i përmendën vllau, djali i migjes, shoku, miku, pastaj ai që është i kombit ton, pastaj ai këta këto njerëz. Çka ka bëu këtë parën ti me kon më i lidh me të se me dytën? Ka bërë se me këtë parën të ka lidh baba e me dytën migja. Vej pse ai që të ka lidh është baba yt, të ka bëu që pastaj ai që të ka lidh me të me kon më i ngat për ty. Apo? Se kurrë më tepër s'ka. Kurrë më tepër s'ka. Por me këtë më lidh gjaku. Pika i gjak, s'ta kanë marrë ty me gjithë ati. Po çka? Nga se ti e pjesë e një gjaku, edhe ajo është pjesë e këtij gjaku, i nanës edhe i babës. Andaj pse të ka lidh diçka që është e jotja, ty të bën pas ato shumë të afërt, me duru, madje ke pa dikush sa çka si bën vllai i tij, ndoshta edhe gjithmonë duhet me përkrah, gjithmonë duhet me ndihmu, gjithmonë, kur nuk thot ballë me ty. Po çka i thot? O vllai, ku më çu? Apo a thonë kështu? Ku më çu? Ka të çajsh, largohu sa dush me ti, apo?
përsëri të lidh baba dhe nona jote me ta. Do të thotë, do të thotë, ai që të lidh me dikon, sa është rëndësia e tij për ty, çaq është i fortë raporti me ato që ky të lidh. A është kështu? Kjo është tek njerëz. E në qoftë se për ne muslimanëve, ma i dashuri për neve, ma i çmuari për neve, ma i shenjti për neve, thuaj çka dush, është Allahu Azza wa Jall. Dhe pastaj ky Allah në ka lidh. Ka në qëra, unë jam Zoti ju, e unë këtë njeri, edhe këta që dy që besojnë njëjtë mu, unë i bëj vllazën në fund. A ka lidhje me fort? Nuk ka lidhje me fort. Nga se, ashtu qysh nuk ka ma të shenjt, edhe ma dash bënive se Allahu Azza wa Jall, zgudzon me pas ma të afërt, edhe ma dash bënive se ai që në ka lidh Zoti me ta. Prandaj Allahu Jalla wala thot, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër. Qëre vëllazi, renditin e ajetit. Allahu Jalla wala nuk ka thonë me të vërtet vëllezër janë besimtarët. Nuk i ka thonë përparësi njëre lidhjes, pastaj lidhjen. Nëse ka përmend njëre rezultatin, e pastaj shkakun. Ja, nga se dopsohet. Por i ka thonë përparësi shkakut. Pastaj e ka përmend rezultatin. I që është shkak i kësaj lidhje. Duke thonë me të vërtet besimtarët. Në çka besimtarët? Besimtarët në Allahun Azza wa Jall. E çka duhet me kon këta vllazën? Kush e ka rendit këtë çështje? Kush e ka përmend këtë shkak dhe këtë pasojë? Këtë zot kush? Allahu Azza wa Jall. Innamal mu'minuna, me të vërtet besimtarët. S'ka thonë të bardh, as zit, as të kusht, as shqiptarët, as turq, as arabt, ja. Kret ata të cilët i bashkon emri besimtar në Allahun Azza wa Jall, të gjitha duhet të jenë vëllezër. Nëse këtë e kuptojmë drejt vllazni, atëherë lidhjet tona mes veti padyshim do të kenë kuptim tjetër. Për ta kristalizuar këtë më tepër do të bie shembuj tjerë për me kuptuar sa është e fuqishme kjo lidhje. Por pasi i përmend në shembuj të tjerë, pasi im tek ajeti me përmend një rregull, të cilin mund ta definojmë kështu. Sa është më i çmuar besimi në zemrën tënde, aq është më i çmuar njeriu i një që e bën një besim për ty. A kupton këtë rregull? Sa është i çmuar dhe i vlefshëm besimi që e bën në zemrën tënde, aq është i vlefshëm dhe i çmuar njeriu i njëjtë për ty që e bën një besim. Na spozojmë kështu. Ka thonë Allahu Azza wa Jalla. Për këtë arsye na vazhdimisht i kemi thonë vllaznive ata, edhe muslimanëve. Duhet që të lidhemi me la ilaha illallah. Duhet që të lidhemi me besim. Ka se kjo është njëja më e fortë. Në qoftë se ne lidhemi me zvete, në bazë të pamjeve, në bazë të formave, në bazë të mahallave, gjitha këto do të jenë në bazë të mahallave, kur them, po them xhamive. Këta në vllaznia jonë se falen mahall të ne, xhamis ton. Çdo se ai kjo është e mirë. Mi po është e dopt. Nuk qëndron. Në qoftë se unë e bëj kusht, apo pamin e dikujt, vllau jam që unë e du fise bilila, është ai që do këtë qështut. Edhe unë e prezentoj një formë caktume që du shumë me këmë vla jam. Së unë që është duknë. Ani kjo të lidh, nësë nuk përdojmë që nuk lidh. Asë nuk përdojmë që nuk është e rëndësishme, dhe të vjenë me vonë së është e rëndësishme. Mirë po, nuk bën me kënë kjo litari i vetëm që të lidh me dikan. Së është i dapt, nuk qëndran. Nuk qëndran. Sa dhe që tjetë formë e rëndësishme. Sa dhe që tjetë pa me rëndësishme. Është e rëndësishme, po sa dhe që tjetë, nuk ka mund si mu krasu me besimin kur. Kur? Për këtë arsye, na kur e dim sa e kemë shenjtë besimin. Na kur dim sa është i shenjtë për neve besimin. Atëherë, para në sa është i shenjtë dhe i qmuar për neve ai që një njëri që e banë të një besim që edhe ti e banë. Për këtë arsye, vllazni, Allahu Jalla wa Ala ka thonë, el muslimuna wal muslimatu, apo awliya ba'duhum li ba'd. Muslimant
edhe muslimanet. E ka përmend pas pari lidhjen. Lidhsën, çka i lidh? Pastaj janë meq të njëri tjetrit. E ka përmend lidhsën, pastaj çka sjell, çfarë pasojë, çfarë rezultati sjell kjo lidhje. E mirë nëse Allahu xhallahu ala ka përmend se është rezultat normal, është rezultat i pritur që besimi të prodhon vllazni mes vete, nëse kështu Kurani shprehet. E nëse në jetën tonë të përditshme nuk ndodh kjo, ku duhet me kërku defektin? Kërkun tjetër, përveç besim. Na kanë mendojmë vllazni se besimi që na kemi në zemrën tonë është në rregull. Na kanë besuar njërin la ilaha illallah, unë nuk di që po bojnë ashër dikon, as kufës po bojmë, tash na kanë do punë tjera aftë. Para mendoni vllazni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka një disa raste, në vazhdimisht e përmendi, disa raste që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk bën me i zhvesh, me i shkput nga rrethanat dhe situata ku janë thonë, nga se hub kuptime dhe fuqia. Na kanë marrëm hadithin, apo ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam 2 pika dhe pastaj edhe pikë këtyre 2 pikave, çka ka më shumë 2 pikave, shkputet për atë që ka para 2 pikave atë. Se më thonë dikujt ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëgjë ka thonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam atë. Që ta i dërguari lidhe me ato çka është thonë, i jap fuqi atë. Nëse shkput. Ka një disa raste, vallahi njëri e kupton peshën e tyne, kur të kupton kujt i është thënë kjo atë. Sikurse kur ka përmend dietarë të ndryshëm, kur kanë folë për vlerën e tauhidit dhe kur kanë folë për frikën që duhet ta ketë njëri nga humbja e besimit, frikën që duhet vazhdimisht njëri ta ketë në zemrën e vet, se mos vallë po humb besimi ose po ndodh në defekt serioz në të, kur kanë folë dietarë për këtë, a dini çfarë ajeti kanë pru? E kanë sill ajetin surën Ibrahim, kur Ibrahim ka bëu dua dhe ka thënë Rabbi jnubni wa baniya an na'budu al-asnam. O Zot, më largo mua, më shpëto mua dhe bijtë mi nga adhurimi i idhujve. Ibrahim alayhis po kërkon dua për Allahut, më lut Allah për idhujve. Në qoftë se merr këtë dua ti veç kështu, s'do këtë interesant. Atë kuptimin ç'është duhet. Po, është mirë me bëu dua, Zot na rujt, në kështu kupton. Mirë, po nëse i paraprin kësaj duaje me një histori të shkurt, një biografi të shkurt për Ibrahimin, kush ka qenë ai dhe këtë dua ka bërë në fund të jetës së tij, atëherë e kupton rëndësinë e kësaj duaje. Prandaj vëllazë, besimi është i shenjtë për neve. Dhe nuk kena mundësi kurrë në kurrës, vallahi apo. Kurrë në kurrës nuk kena mundësi njëri tjetrit me ia ditë vlerën dhe pozitën përderisa nuk ja dim vlerën dhe pozitën besime që kemi në zemër që duhet ato. Dhe unë ju garantoj, ka se kjo është garancë kuranore. Sa ma tepër ngritet çmimi i besimit në zemër, ngritet çmimi i vëllaut tonë për jashtë ato. Rregull është kjo. Nga se pse po e don çita? Pse ky thotë se unë la ilaha illallah, don çka ka ky komë dhone? Apo, nëse ajo që komë ka vlerë të madhe, po e njëjtë është edhe te ky, do të pas çfarë dish që është te ky. Ande unë e vlerësoj për çdo që ai ka e që është edhe te unë, e që ai që është unë ka pozitë dhe vlerë të madhe ato. Nëse unë s'ja du mishin edhe gjakun edhe eshnat, ai të kuptu. Por ja du ato që ka në zemrën e tij. Ajo që në zemrën e tij është edhe te unë, e te unë që ajo është më e shajta. Kështu që më shpeksoj edhe ato që është afër meje bën më të afër më të shajta. Nga se një Zot e kem, një pejgamber e kem, një Kur'an e kem. Nëse kuptojmë këtë, vallahi do të shohësh se sa është e fuqishme ato. Por na nganjëre nuk kemi të gatshëm sa duhet me ndëgju ligjërata për besimin, me ndëgju ligjërata për ato që ka prishin besimin, me ndëgju ligjërata për tauhidin e kështu me radhë. Njerëzit më shumë preferojnë me ndëgju diçka që ka të bëjë me realitetin, me aktualitetin, me ndonjë analizë saktuar me kështu me radhë, sa që kanë qef në treguese çish ruhet tauhidi, çka tauhidi kështu me radhë. Prandaj është liruar tauhidi. Sa tauhidi është i lirë në treg.
Me bu me dalë një liber që flet për të uhidin vllaznim, bëtim. Me dalë në shqitja, a presin njerëz në rënd me ble? Jo, vëllam. Mirë po, me dalë një liber që flet, për shembull, flet për marrinat e dikujt një orë që është, për një orë shqitit, me të regu për jetën private, intime, dikujt që na zdim kush e për tavën. E me ditë, e që shka shkue, ku ka shkue, kush e ka dhone, e kush e ka ka dzuktina, pëtëne, që se sene, me marat e dikujt, automatikisht shqitin, pëtëne. Edhe pësa ato këtë minizu, a që në gjenet? Jo, pëtëne. Jo, vëllam. Nërsa të uhidi qënë gjenet, pëtëne. Ma di është i vetëmi që qënë, pëtëne. Për këtë arsye, pejgamberi sa unë thash vllazni, disa raste duhet mi kuptu edhe duhet më mundu me i përjetu si kurse në atë kohë kur janë thënë. Ndash me kuptu fushinë e tyne atë. Paramendoni të dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke dek. Apo i shtrim në shtrat sallallahu alaihi wasallam, apo i vërshuar nga agonit e ndryshme të vdekjes, shpesh herë do të thotë në gjendje të komës, i ka ratë fikt, e nga njëre edhe i këndellur e kështu më radhë, paramendon është një kofe të vogël e ka vendosur gruaja ati Aisha me ujë, e që zgjat dorën edhe e stërpik vend e tij që të këndellët kohë pas kohe, në këtë gjendje paramendoni pejgamberin sa. Don sa është vështirë, nuk e vdek. Në anën tjetër, paramendoni Ebu Bekrin te koka e tij, e Omerin, e Aliun, e Uthmanin, e sahabët e mëdhaj. Sahabët e mëdhaj, njerëz më të mëdhenj të këtij umeti mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Don para në këtë gjendje tash ti aty duke shikuar çka po ndodh. Tash njëri po des. Edhe kush jo çdo njëri. Njëri më i mirë që ka shkel në tokë, prej Ademit alayhis deri në yawmul qiyamah është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. S'ka shkel, as nuk do të shkel në këtë tokë më i mirë se ai atë. Rrethi po ashtu, njerëz më të mirë në fytyrën e tokës mas pejgamberëve. Veç pejgambert e Allahut më të mirë se ata, se kur kush në fytyrë tokës nuk ka shkel më mirë se ata. Çfarë dersi po jep pejgamberi me sahabëve? Para mendoj. Wallahi alazim, unë jam i bindur që të njëjtin ders më thon neve, na kishim thon çka, gjuna mi aprir sot u dek se i kena marrë vesh në këtë punë. Për më? Haj po i thot pejgamber, unë vëmë adin sar dhe një musullu pak ma tepër në këtë rast, mahnitet. Dhe e kupton pak ju normale. Por ju normale është për shkak neve, se na nuk jem në normal. Po i thot Ebu Bekrit, po i thot Omerit, Aliut, mos i ngjej sahabët e mëdhej. Po i thot, duke vdek madje, ju në karrik kështu racione, komod, po duke vdek, s'ka mujt namazin me xhamat me dalë, mush në paranuca sa është smut. Që ka pas në derë shtëpisë. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mallkimi Allahu qof mbi të krishterët dhe të çifotët, të cilët i kanë shndruar varrezët e pejgamberëve tyre në faltore. Pa Abu Bekri sa bon te që vorën ja Rasulullah. Apo don ka marru te që tyrbe. Apo nasihatin mos me bë tyrbe pi ka zon kujna. Abu Bekri ta thon. Edhe Omerit, edhe në çfarë gjën duke vdek ka thon. Çka jap që më kuptu për ne jot? Jep me kuptu pozitën e tauhidit në zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veç kjo. Kur e tjetër? Veç çfarë pozitë ka pas? Gjasë njëri ajo që i bjen men në moment të vdekjes, që ajo ka qenë më rëndësishme për to sa ka qenë gjallë. Për këtë arsye ka rëndësia të vdekurit me shahadet. Nga sa ai që duke dek thot la ilaha illallah, që ke 100% ka rënë me ta aftën. Që të bjen men në ato momente gjithçka më thon. Sikur se Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur e ka thirë Ebu Lul el-Mejusi në bark, e ka thirë këtu në kërthiz, do mes organit edhe kërthizës, qëtë poshtë, e ka qky barkun krejt. Omerit radiallahu ta'ala anhu. E ka kap djallet Ibn Omeri me e qute kështëpia, edhe e ka sill mjekun. Mjeku ka bën një eksperiment thjesht me kuptu se a shnoshet që ka nuk shnoshet. Po njepja që të gotë tomël me e pi,
një majt barku e kepëm, si amon barku, i qkym është krejt, ki që ka i bën apëtën. Ja ka dhënë gotë me uj, i ka dalë piktujt me herë apëtën. Në një qkym komplet ka qenë, kur gjës ka pasë që ka që amon ujt. Ka thonë mjeku kë, s'ka për të shërim apëtën. Në duke vdek, para në i qkym, të ku asë anesteziona, se kam pasë, edhe shpesher e pëjdhinve, i ka rotë fikt apëtën. Ka qenë një kohë caktuar me i Livanosën Omeri radiallahu ta'ala anhu, në dhomën e tij, e jashtë dhomës plot musliman, tu prit çka po ndodh me prisin e tyre aftën. Ka i koha namazit se kanë vrejt aftën. Nga brenga për Omerin aftën. Ka ardhur një musliman duke thonë es-sala, namazi o prisi besimtarëve aftën. Ai i Livanosën Omeri. Apo? Edhe në moment i ka rënë vesh fjala es-sala. Aftën. S'ka thonë, po ti leber një në ratë, se t'ja pre që t'u dek, hajtë t'lo falu për vete t'ja t'ja për. Ka pozit për ta besime. Se namën ti unë lidhë, namën ti unë dasht. E ka që krytë Omeri, ka thonë, sadakt, vërtet në ke thonë, Allahut shpërbleft, nga se nuk ka hisë në islama që s'falet. Ati që i bjen men, i Livanosën, e t'u i rridhë gjaku, e t'u i dojë shpiriti, ati që i bjen këtë vakt, më thonë që mire ki pasti që për nëzirë namaz, a ka pozit të këtë namaz, s'ka pozit? Pa dyshim se po vëllar. Njëri në gjumë, e ke pa, në gjumë i bëva ki japëtën, më lidhë dur të më falë hamla njësën Allah, akbar, që dhe në gjumë pa falet apën. Edhe pëse ka komës me thonë rësisht, po kjo jep e kuptu një farlaj angazhimi, preokupimi këtë njërë për qatë namaz. E lëre më, në moment e vdekës e me këtë smuni apëtën. Çka do të me këtë kemë, më thonë, rrasin të ndërruar, se këto këshillat pejgamberit sa për tauhidin që ka sahabëve, këtu i kam pas dy synime. E para, mbrojtja e fesë, prej ka duhet keni kujdes të aruni fen. Këtheri syt ka tauhidin dhe këqyr në të arune. Jo di ka tjetër. E se fatkeqësisht shumica muslimanë vllanisat nuk i kanë syt ka tauhidin me kjo që ka përbohet, i kanë kthyr syt i ka tjetër. Andaj armeq po punojnë shlirë në tauhid afsan. Pa problem. Po futin besytni, po futin trillime, po futin gjithçka. Nga se shlirë, kur kush si ka shru dërbit në tonë, pos ata që Allah i kam shru. Shumica janë kthy ka tjetër. Janë kthy ka tokat, ka parat, janë kthy ka ekonomia, që atje i kanë syt ata afsan. Ka dash me të regu që këtheni syt ka tauhidi, nësone të dek që ti i kom syt. Kjo është e para. Edhe e dyta, ka dash me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo që na prun dhe këto është se ajo që ju ka lidh juve dhe ju ka bëu kështu është kujdesi ju për çet punë ato. Boni hek syt për tauhidit, boni hek syt për besimit, do psohen lidhet me ju ato. Por se ta ka vdek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, e në gojën e tij ka qenë tauhidi. Prandaj ai i cili e kupton vlerën e besimit dhe e din se të njëjtin besim e ka një njëri afër ti, nuk ka mundësi që ky njeri mos me kon vllai i tij dhe i dashni i tij. E pamundshme është. Madje është edhe më e pamundshme që me këtë vëlla e ka rregulluar tauhidi e me prish eura. E pamundshme është. S'ka mundësi. Nga sa e që më ka lidh, është më e fortë se ajo që po të më prish. E në qofë se nga prish diçka ult, çka më kuptu kjo? Jep me kuptu për dobësinë e asaj që na ka lidh, veç. Në qoftë se prishëm për diçka tjetër, ku është defekti i kësaj? Defekti i kësaj duhet me kërku te ajo që na ka lidh. Në qoftë se na ka lidh diçka thjesht, do të më thonë çka zgjedhë këtu e lidhet e la ilaha illallah. Nëse thosh po ne kom lidhë e la ilaha illallah, atë do të më thonë atë te ti s'pas ka vlerë la ilaha illallah. Kontrolloj mirë këshira. Këshira mirë. Nga se vallahi, po them, ato çka ka thonë Zoti aftë. Me të vërtet, besimtarët, ata që besojnë në Allahun, e vazhdojnë këtë rrugë të besimit derisa të shpije kjo rrugë deri në vllazëllëk të vërtet. Këtë Zoti e ka thonë aftë. Për këtë arsye, ky është kuptimi i rëndësishëm që ne duhet ta kuptojmë vllaznia aftë. Sa ajo që na ka lidhur imani, a ka diçka për ty më shtrenjtë se imani? Me thonë dikush sashti, i ki me milion euro, veç me se falë sabahin nesër, lelit i del vakti, lelit i ndreka. A e len?
Ai që ka taj namaz bëj selam për kurgjë. Jo kësi nafza. Po për kush e diçka nuk e lën nafza. E mirë be vëllai, nëse këto selam apo e psaj që e ka të njëjtën se ti afton, po të prisi çka shumë e vogël. Për këtë arsye vëllai ka thonë Yahya ibn Muadh, një dietar i madh, Yahya ibn Muadh ka thonë sa vllaznëllëk i keq. Sa vllaznëllëk i keq është ai vllaznëllëk i cili sa ti e gjallë me to duhet politik me i bapë. Se gjithmonë bëm këtë kuptoj, është këv keq, ja mas pa preket, duhet gjithmonë murujt për vllavut të napsën. Sa të biset il ukhua apsën. Sa vllaznëllëk i keq e kjo apsën. Që duhet gjithmonë me i bë mudarat, gjithmonë politik. Politik duhet ditë kërë me i bë. Ama vllavut tonë që 10 vjet të fare, që 5 vjet që do nuk hin Islam thell. Mos të shoh politikë kot. Ose vazhdon ja ibn Muadhi. Thot edhe sa vllai keq është ai që duhet me kujtu bë dua për mua pse. Po mos bësh dua për vllat tan, për kën kimë bë dua. Kur duhet me ta kujtuën e ty që bë dua për mua, atëre ke me kuptu se nuk na ka lidh besimi që duhet. Për çfarë arsye? Nga se ti e din se besimi është i shenjtë për ty, apo? Dhe ai duhet murujt. E ky besim që komune nuk ka mundsi murujt veçun e vet. Apo? Po ruhet kur e ruan edhe ky, apo? Prandaj unë bëj dua për mbrojt Allahu besimin tim duke ruajtur ta. Besimi jam në Allahun xhallahu ala mëson mu me bëj dua për ta. Sikur se ka thonë një nga selefi, ka njëri me lyp diçka, një vllai i tij dashur në Islam. Ka me lyp diçka. Ka thonë, a ka mundësi me madhon këtë? Ka po qysh s'ka mundësi o vllai jam apsan. Unë e bëj dua për ty për xhenet. Do jem gjeni me të Allah xhenetin atje, e po të nal një hisë dunjas, kjo s'është e mundshme. E një hisja me e vogël e njërë në xhenet, sa është? Me e vogël e hisë. Fukaraja e xhenetit, sa ka pasurin në xhenet? Sa 10 dunjaja. 10. Çfarë janë këto? Ka anë transmetimin i Ibn Majahs që është sahih dhe një thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka 10 mundhu khalaqallahu hadhi dunya. Për kur e ka kriju. Veç sot me t'ia bë 10 çfarë janë çikaq. Me pasurinë e sotit sa është thashë. E lemo pasuria që është ka qarkullu prej kur e ka kriju Allah Ademin e deri te kur është katron atë. 10 si dunjaja komplet, pa mungu i ka njërin xhenet thashë. Me dallime që janë mes dunjas edhe ahiretit thashë. Me dallime që janë mes tyre atë. E thot unë pelus Allah me të jap ty xhenetin me dhësë dunjaja e po tanoli i kimik me të dhon, kjo nuk është sinqert. Nuk është kjo sinqert thashë. Edhe ka thonë Yahya ibn Muadh, sa vllai i keq është ai që duhesh me ju arsyetu vazhdimisht thashë. Me kujtu me bëu dua, me bëu politik edhe me arsyetu thashë. Gjithmonë arsyetu thashë. Gjasë gjithmonë ai ka mundësi me të kuptojë ndryshat. Në qoftë se besimi na lidh vëllazëllëku mes ne vëllazni merr kuptim tjetër. Kjo është e para. E dyta. Ti si musliman e ki një rol në këtë dunja. E që Allahu Azza wa Jall ka me të pyet për këtë rol. Cili është ai rol? Ai rol është rregullimi i kësaj bote me besim të pastër në Allahun Azza wa Jall. Ndërtimi i kësaj bote në besim të pastër, luftimi i dukurive të këqija, luftimi i të këqinjve, mbrojtja e fesë, këto këtë kimo vetë për to jo më l'kijame. A ki mund si këto vetë me i bo që është ashtë më heret? Ja, apsa. Andaj, krejt që ata, të cët e ka njëtin besim që ta është fillim, të gjithë ata ka njëtin rol. Me të gjithë ti duesh me punu zbashku për me gjithë qatë rol në vena. Andaj, njerë sot lazi duhen, veç se ka njëtin profesion. E ke pa me bu me qëllu me jeni në fakultet. Apo? A ka ndodhë më shty që valla medicina është më e mirë se farmacia. Jo, farmacia është më e mirë se gjeografia. Gjeografia më e mirë se historia. Apo edhe bon grupe. Ata që në gjeografi janë bashkë kundër tyre që në histori. E çka i ka bëu këta me kon bashkë? I ka bëu me kon bashkë profesioni. Se njëjtën se në mësojnë, për njëjtën se në luftojnë, njëjtë institucion nesër e synojnë, njëjtë.
E veç pse i ka lidh një shkencë bashk, e kini dashuri pak më shumë për ta se ndaj dikujt tjetër. Kjo ka përjashtime, normalisht, po them si rregull që ndodh. Atëre, nëse mu kur më ka lidh me dikan, diçka, po domethënë e thjeshtë e kësaj bote, kanë diku që mu rrit vlerat i tone, çka të marrë për dikan i cili e ke synu bashkë me të xhenetin, edhe bashkë me të e ke synu me pësu për xhenemet ato. A do të më ngrit vlerat i? Njëtin sen e synojmë. Njëtin sen e synojmë. Krejt musliman ftyrën e tokës, që janë musliman të vërtet, që kanë kuptu këtë vedrejt, të gjithë musliman ftyrën e tokës dëshirojnë që gjykohet me ligjin e Allahut Azza wa Jall. A ka musliman ftyrën e tokës që ka kuptu besimin drejt e që nuk guxon me pas shariat? Nuk ka, as nuk guxon me pas. A ka musliman ftyrën e tokës i cili gëzohet kur shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A na bashkon neve gjithë brenga e luftës kundërshta me sa që pja bojnë? Së është me e madhe prapë. Të bashkuarit për të largu këtë armiqësi, për të largu këtë keq kuptim. A o kjo me e madhe që duhet me në lidh, apo punë të thjeshta të përditshmërisë që duhet me në da? Në qoftë se e kuptojmë thash, seriozitetin e rolit që kemi në këtë botë dhe rreziqet që na kanosin, nuk do të na bjen mend me u kapur të punë tjera. Nga sa i musliman do të bëhet për ty shumë i shtrajt. Dhe mungesa e tij do të duket ty se kemet i vetmum për një njeri më pak këtë dunja sot apo. Për këtë arsye vëllazëni apo një ditë Sufjan e Thauri rahimullah ka pas rast me u taku me disa musliman nga vendet e ndryshme. Edhe ka filluar me i pyet, e ka pa njëri për shembull pe Damaskut, e njëri pe Bagdadi, e njëri pe Kairos atje kështu më radh, edhe e ka di Sufjan e Thauri në çdo qytet atje cili hoxh është. Që punon angazhohet, cili hoxh është. Edhe ka pyet, ti pi ka i vëlla jam? Vallon jam i për shembull i Prishtinës. Sikur sa atëra mi thon në shtetit të madh atëra. Kon ti pi ka i, ka vallon jam i Bagdadit. Çka puna e filonit hoxhës, dietart? Ka mate, u dek. E ka ul ky Sufjan e ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. E çka puna ati atje, ati 4-5 që i ka pyet nga vendet kyçe në botën islame, i kanë lajmëruar se ata njerëz janë dekë. E ka ul kokën Sufjan e Thauri dhe ka filluar me çajt. Apo ka filluar me çajt, edhe ka kërku ndihmë prej Allahu xhallahu ala për vetmin që e ka goditur. Prandaj thot Sufjan e Thauri me Allah një vend tjetër, thot unë mërzitna kur më arrin vdekja e një njeriu nga ehli suneti, qoftë edhe në lindje apo në perëndim, kudo qoftë, pse ashtu është i vënë tamë. Nga se vdekja e tij është goditje për mua. Normal. Nga sa ai musliman, për ty është më i shtrenjtë se krejt. Krejt. Nga se nga njëra, kur i në kriza vëllai, kur i në telashe, kur i sulmum nga materializmi, nga dunjalloku, i sulmum nga shoqënia e keqe. Kush thot ki frikë Allahun? Kush thot hajde shkojmë në xhami? Kush thot rringat me? Kush? Vëllait musliman ato. Mos me qenë çaj veç vet, a mundesh me qëndru? Nuk mundesh vallahi. Nuk mundesh. Sarën vetëm do psohet imani. Sarën vetëm s'kan me bollë haram e Zot na rujt. Apo ndodh kjo? Mi po si të në xhami, namaz, si të në xhami, 4-5 vllazishe, harove haramin, harove këtë ketë, vjen imani, këndelesh e kështë më radhë. Ata janë për të shrejt. Nga që ti me ta kime kry një mision zbashko, vetë nuk mundesh ato. Musa alayhi salam ka qenë pejgamberi Allahut Azza wa Jall. Dhe ai ka qenë i përkrajet plot nga Allahu xhallahu ala. Megjithatë, a ka pas mundsi Musa alayhi salam me shliru Kudsin veç vet? Ai ka thonë ben Israilve, udkhulu alayhimul bab. Veç hini në derën e kështjellës, veç hini. Fi idha dakhaltumuhum, nëse ku veç hini, innakum ghalibun. Keni fitu jo. Veç me qel derën, do para me kon që këtë derë mshel, edhe me kon atje kështjella e armikut.
me tunë Allahu xhalla ula, vetë qele derën, vetë qele dhe hinë mrena, ata kanë me ikë, me garancë për Zotit e kanë pas. Asë si ka s'ka ndash me bua. Thonë, idhëb ente wa rabbuka faqatila. Ti dhe Zotit shkon luftani, inna hahuna qaidun, na përrim që të apsën. Qika s'ka ndash? A ka mujt Musa me Harunin vetë me qëtiru? Vetë, a ka mujt? Ja, s'ka mujt. A dyshon dikush në menhegjin e Musës alisam? Ja, Musa, se ka pas menhegjin të aman. A dyshon dikush në sinqeritetin e Musa alisam? A dyshon dikush në takvallëkën e ndoat e Musa alisam? A dyshon diçka për kësaj? Në kurgja. Qka i ka mungu Musës alisam atë me qëtru këtë? Se që ta vllazni, që me ta është dash me e lujt njëran këtë dunje, që ta e ka lënë vetë, apëtën. Edhe s'ka mujt. Prandaj, ajo që ka na e sunim vllazin këtë dunje, ajo që ka na duhet me rëzun këtë dunje, nga sjellja e fesë Allahut në zemrat e njerëzve, në shtëpiat e tyre, në rrugët e tyre, nga mbrojtja e fesë, nga luftimi i dukurive negative, kjo është shumë më e madhe që ndikon lidhjen tonë, sesa të kthyehet ka do punë tjera që nuk kanë vlerë në lidhjet tona ato. Mi po kur njerëzit mbati havxhi, kur njerëzit nuk kanë me çka më marr, nuk kanë vizion, nuk kanë mision lidhjet e tyre. Atëherë kanë mundësi që me e qnuk, fije për fije, litarën e vllaznokut nga se kanë vak për këtë punë. Njëri që të regam një sinqeresht aftë. Kur ma tepër përgojani? A kur s'keni provime, a kur keni provime? Dijet, kur ki provime, s'bjen men me përgoju kërkan. S'bjen men për dikan, se e ki galën tonë aftë. Mirë, për kujmë të për qaj, i kena kuj provime të rahat, ka dojë zoti sa i kena kalu, mirë është situata, tash kem vak, ty për një qajnë, e pa filun që bëjke, e pa, se s'ka që ka me bo. Por kur ka diçka që të angazhan, diçka që të preokupan, vallai, një njëri minimumi diçka që ka për shpërtapën. Sep, sa i ka do këtë, po, t'i krym në sot ma që ke kemi, a qështu? Thash, kjo kuptohet me ato të parën, nuk u zë munda. Besimi është i shenjë në emër të t'i lidhemi, edhe me ata që të ngjajshëm besimin tonë, pastaj ata s'kan çare. Ata që kanë besimin drejt, nuk kanë çare pa pas mision caktuar këtë botë, edhe ata e dinë çka duhet me bëu këto. Dhe atëre, kur na lidh misioni i caktuar, kur na lidh detyra e caktuar me vllaznia atëre, padyshim një vëlla musliman ka vlerë të ti më shumë se këtë dunja japson. Me thon ty, apo do me t'i jap çika shpare, a me hupshit vëlla, krejt parat i lën. Këtë dynën e lën, nuk e lën një vëlla, nga se e din se me qita ki me kry punën që ti po duhet, jo me para. Ai që le kupton se mundet me para me bëti qka, e pse se ka kërkan me veti, ka gabu vallahi në start, për të s'ka sukses ato. Por ai që e kupton, unë e duhet me vllazit e mi me kon, e rëndësishme është që na më urujt, e rëndësishme është që na me kon të lidhur, erdhën parat, serdhën parat, kjo është tek e fundit është rrezik ndor të Allahu xhallahu ala. Është e rëndësishme mos të hupi vllahun tëm. Nga se misioni që ne duhet me e bë është shumë më i shenjtë se sa ato mundësitë materiale që janë. Për këtë arsye vëllazë, Husaini ibn Ali, Husaini ibn Ali, nipi i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë njëri i pasur, por ka qenë shumë i devotshëm. Ju kanë ndihmu fukarave natën, për nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nipi i tina. Ju kanë ndihmu fukarave natën, edhe se ka ditë kur kush për ndihmon. Kur ka vdek radhiyallahu ta'ala anhu, ai që e ka la, e ka pa shpinën, apo me shenja nga thasi i ka bajt, edhe ka hulumtu kanë qka kjo shaj, edhe fukarat e kanë marrë vesh, se kur ka dek Husaini ibn Ali Zainul Abidin, që ka pasanin, është nalë ndihma, një natë s'po vjen milli, 2 natë, 3 natë, ka në qykëna pas ka pru prapëton. Qështuve që kanë marrë vesh, s'kan pas shanë ndryshe me marrë vesh, apëton. Që kjo hi një ditë të një vëlla muslimane ka pa të qajtë. U i të një vëlla muslimane ka pa të kajtë. I ka ma ju pëkike ja ehi, qka të ka bu me kajtë o vlem, ka dhe ndujuni, borqet, marë po vjen me dane për rrugë për i borqeve, qka me bu? Jo më spërvu, s'kom pas sare pa i marë, jo bërshlit lukësit, si sot, po bërshlit nevojës. Borqet o vlem, apëton. Bërshlit marë, po vjen njerë që ku marë parët, ati parët, i kom në njerë s'keq, s'kom me i këthuja, apëton, vallaj, po vjen marë me dole, ka kajtë, apëton. I ka thonë Husaini ibn Ali, kem duju në keje ehi, sa i ki borqet o vlem?
i ka përmend do 1000 dinar të asaj koha, që është bën edhe 1000 euro sot apo. I ka thonë, unë ti lajë vllaja më thon. Çe më bën ti atë gale? Ka nga se çka më rëndsi. Ato a ki mundsi ti më ala, s'ki mundsi kët ndodhë, bo ka s'ki mundsi më ala. Unë s'po du me përmend këtë rast se çështja ka lënë një vëlla vetë borxhin. S'është këtë dersi jam. Por ajo çka po të më thonë është fjala e fundit që ka thënë Huseni ibn Ali, ka thonë, wallahi ka thonë, zbetohem në Allahun e Madh, një lot i joti është më i shtrenjtë tek unë se këtë dunja jap thon. Këtë dunja në dhëvësh mos më të pa të kajta thon. Pse? Ka sunem të bëni fal punë të madhe thon. Me bëu ti më kajt, më kanë dalën atje thon. Ai kaj, ky vajta, ky flaj, ç'a bëjmë na thon. Prandaj na le lot muslimanë thon që të kryjmë punën, edhe pse s'kan dunja jap thon. Edhe pse s'kan pak personaliteti, s'ka gale thon. Nale u lëta thon, nale u inati muslimanëve, nga se puna që po të pret me ta shumë më e madhe se inati i ta thon. Po kur ndodh kjo? Kjo ndodh ku na kuptojmë çka po lipet për neva thon. Çfarë përgjegjësie na kena super tona me bë? Vallahi që kupton këtë përgjegjësi, e din se sa është i shtrejt vllai ti musliman, me pamujt pe baltës me marrë kish marrua thon. E jo që i ka luks, ka shumë afton i duken që i ka tepër thon. Kur dukem që na shumë? Kur zdim çka po dojmë. Vallahi shumë, ma ke pa një ders po na nxen vllazën. A ti më, sa ti si duhet më shumë vllazia thon. I duhet të për një sopë me ngut ders, më shumë si vjen aty. Ama me kuptu rëndësinë e rolin që kemi në këtë dunja me punu, me kuptu çka lip Allahu për ne, çfarë roli kiti, thu subhanallahu, po këtë Kosovë që më fal, s'po më shënjeri me vogët punë vëllam. Vështirë ka. Për këtë e ka kuptu Omar ibn Abdulaziz, këtë detyrë dhe i ka thonë, grua së tij dhe fëmijët e tij, pejsat konsideroni se ju ka dek baba dhe burri apo. Nga se Allah më ka ngarkuar me një punë që s'ka mundësi me e kry këtë punë kurkush pas atij që vetë Zoti i mëna. Atij si ka dalë këtë shteti që ka pas, komplet si ka dalë me një mua apo. Lemo një grosh vllazni që jemi na dalin tepër se son mirë vesh me vetja. Kjo vjen për shkak vallahi veç punë me dihava. Sa ai që angazhon në punë të mëshme, angazhon në punë të mëja me dinën e Allahut azza wa jall, ky njeri a din çysh. Wallahi me pani vëlla musliman ka ndihmon çat punë, e ka bashkëpunuar me çat punë, mballë po thashë. Prandaj vllazni, ajo që ka jap kuptim vllazëllëkut ton, cila është e para thash besimi dhe sqarova, e dyta misioni. Dhe detyra që ti ke në qafën tënde për të cilat ki më pyetja umul qiyama. E din se ato veç vetë suni kryen ato. Mos e pas vllazni vëlla më thon, namazin me xhamatin e fal. Çka bëhet më shumë ato? Namazin 5 ritje, të hub se vapë xhamat, se s'ka. E lemo diçka tjetër. Para vet nuk mundesh, harroje. Ty të vjen çky. Mos me kon këta, është rrezik imani yt afën. Andaj duje këta, mos e dush për fytyrën e këtij, e për jakën e këtij, duje për shkak të besimit të, nga se çky është shkak me të lut Allah besimin ty. E kuptuat? Edhe e treta që jap kuptim besimit, jap kuptim vllazëllëkut në Islam. Vllazni është ta kuptojmë se vllazëllëku në Islam, Islami, Kurani dhe Suneti e kanë ngrit mbi të gjitha lidhjet tjera në këtë botë. Do të thotë, sipas kuptimit Islam, sipas kuptimit që bëron nga Kurani dhe Suneti, lidhjet vllaznore mes muslimanëve janë raportet në kulminacion të gjitha raporteve, të gjitha raportet tjera janë në to. A nuk është kjo e madhe? Prandaj, në qoftë se nuk i mundësi pavarësisht me e kuptu raportin që ki me vllahun tën, atë ndihmon këtë kuptim me raportet që ki me tjerët. Një shok, një njëri që të ka bo mirë, gruja, burri, fëmija, këtë qka i ki, apo prind, këtë qka janë. Këqyre qëfar lidhe ki me ta, këqyre sa i dënë, këqyre sa i në gjeni me bu me ta. Qatë këqyre, apo? E dije se për një vëlla musliman duhet ekstra lë me bu. Nëse ki edhe bab edhe vëlla musliman, kjo është në ekstra. Unë s'po du me i da. Po çdo kush i cili e plotson kushtin me kon vëllau jon musliman, ai është ai që e bart besimin që e bartim na. Kjo jep kuptim të veçantë vëllaznia. Bi gjithashtu. Jo se të fatkeqësisht vallahi ato njëri
më tepër kënaqet, më rahat është me në shoqërinë e xahileve, e gjunaqarëve, e në vendet ku bën mëkatet, se sa me në me dy vllazni me bënë mohabet atë. Unë po them kjo është ky faj është me dy teha. Nuk ka veç faja atij që po shurtet me fasika. Po është edhe faja vllaznive tjerë. Se nëse ka njerë dikush një do merret me vllazni, po çka merret me ta pse valla. Këtë mohabete tulta, mohabete pa lidhje, humbje kohë e kështu me radhë. Se bile porrime që ta fytoj diçka se këta në zonë sa të mirë, flasin diçka për dituri bile pse. Në duhet që është një vllazni me vo, që mos me pas nevojë kur shpineve. Kurrën e kurrës malli për xheret mos me marr pse. Krejt çka ka gjun këto pse. A keni pa këtë ndërtesën e madhe të arabëve që kanë ndrejsh në Dubai? Kanë bu 820 sa kata pse. Këtë i kanë drejsh, tash edhe banesa, këtë tamam tash në fund pse. Thëshin një 200 kata, 300 kata të fundit tash se di, nëse kam gabim, dikush më piu e din më mirë, thash nuk kanë nevojë me dal zis sa muj poshtë, se këtë nalt i kanë pse. Ça duhesh ti, çfarë të kanë improvisuar, tamam, këtë çka gjon poshtë në tokë që ti nalt e kia pse. S'ki nevojë me dal. A mundum na me abu vllaznive ton, na me bëni shoqni ton, apo që krejt që ka i gjon të ai fasiko, të na i ka më të mirë pse. Ndash muhabet, ndash sjellje, ndash përkrahje, ndash nderim, ndash respekt, ndash gostitje, çka dush, të na më e mirë pse. Gase na duhet me kon më të mirë, zguxon kur kush me kon më bujar se na. Pa mund smash. Qysh ka mundësi një njeri që si bjen me në gjeneti me kon ma bujar, se na që të me shku në gjenet, është e pa mundshme. Kur ti e din keq ka shtish, në gojtë vlau tënë, nga gjepët, e gjonë të Allah gjellë a e se ka që ta. A i që e bën që të punë, që se shëzën gjenetin, se ka këta pëta. Prandaj gjdo sen këtë dunja, është nëndë vllazën vllakun pëta. Po kur na e bojmë që shduhet pëta. Kur na e linë që shduhet, ka ti me i mënëm të është vllazën lëku. Nëse na i bëjmë kushtet, s'ka nevojë me shdri poshtë, korra pëta. S'ka nevojë me zbrit. Pse për zbrit? Si veç që shkanë ma poshtë atë. Krejt me alti kia pëta. Apo dënë shoqni, apo dënë përkrahje, apo dënë mbrojtje, apo dënë qka të dush, të na i gjonë. S'ki nevojë më u këthy, afe. S'ki nevojë më u këthy. Mi për nëse simi të sinqert, që është duhet, nuk e kemi kuptu dhe këtë tretën, se kjo është mbi gjitha, atëre do të ketë nevojë njëri më u këthy, afe. Kur s'ka nevojë më u këthy? S'ka nevojë më u këthy, kur krejt i gjonë që ati ku po këshyra. Përmen një nga djetarët, thët, se një njëri kështë të taku një grua, edhe kështë dashë mu martu me te. Po për me josh atë grunë që keme përnu martu me te, ka fillu me lavdru duke i thënë si, une, ajo që më ka shty me të martu ty, është pamja jote, sjellja jote, kështu të e lavdru, duke bombardu me fjallë të ndryshme lavdru sa. Edhe kërja ka shkëtë e meqme, ka dash me e përvu se ti që më ke pa mua, pëtën. Apo, a që më të vërtet, do të mjaftosh me mua, apo ki me këshyra anash? Ka do me përvu gruja, ja ka bu një test shumë tjesht. Edhe i ka thonë, s'jam unë e kur gjithë që ka e kon motrën. A i të kuptu? Edhe i ka thonë me këshyra, e ku është? Qëka i ka thonë gruja, pëtën? I ka thonë, lau sadakta, mel të fette. Të shekoni sinqert, të shekëthyja, pëtën. Wallahi po. Të kështë sinqert, s'kthejesh. Por si të fillon dikush më u kthy djathtas edhe majtas, dije se aty ku se ka gjetë veten e vet atë. Prandaj vllazni, nëse dikush për vllaznive ton, gjinin më rahat, më komod, është në shoqërinë aty që sfalet. Na kena faj aftën, sa ai se ka gjetë veten e tij ku duhet aftën me kon. E por ai ka faj. Pse se ka gjetë veten te na, ose pse ai s'është bësh shkak, çaj bile spokun nëse unë se kum gjetë veten komod. Hajdone të bon ai që ti dërgush bile të unë e bëhet komod. E ai të pastaj mundohet, dikush duhet më janis, dikush duhet më bajt, dikush duhet më dëru, dikush duhet më sakrifiku që më kthy ambienti tamam që duhet atë. Sahabët e kanë shumë Mekën në vllaznive. A dini çfarë dallimi ka pas Mekka me Medinë? A dini? Tham veç emrat i ka, veç dallimin në emra mjafton ato, dhe më tjera ato. Veç dallimin në emra mjafton. E lemo dallimin klim, dallimin në respekt, dallim ata është më madh.
Mirë, po kur ka shku ashabët në Medinë, kanë hik fillim sahi. Si jo ambient Tiranë, jo smuni, jo, dhe se stabilizu pak, veç pak. Dhe se ka vllaznu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka mbu ambient vllaznu që duhet, apo a ka lakmu dikush Kurejsh të Mekës? Kur vallahi. Sa sahaba që kanë bërë hijrat për Mekës Medinë, apo kanë dekë në Mekë, a dini? Pjetinë me mira që kanë emigru, do të thonë gishta, mush me ngje që në kthy ata janë kthy për ilm, me dhon ders në çabe, jo për diçka tjetër atë. Kur të bësh ambientin që duhet, apo s'kan kurkush kërkon atë. Ana duhet të kuptoj vëllazërisë, lidhet tona mes vete, janë mbi gjitha, janë mbi çdo sen. Ka se Allahu xhalla wala kështu i ka vepruar. Këtu janë tri kuptime, përmes të cilave ne duhet me kuptu vllazëllëku si duhet atë. Vllazëllëku janë buran prej besimit ton dhe këtë sqaruam. Vllazëllëku jon na lidh në realizimin e roleve tona dhe misioneve tona për sa të na pyet Allahu xhalla wala. Dhe e treta, vllazëllëku jon është mbi çdo lidhje, raport, interes, çka do qoftë të kësaj bote apo. Zguxon kurse më kon më interesant, sikurse përmana se qëndrimi me vllahun tonë dhe ndaj jote me të dhe dashuria jote ndaj tij apo. Qase kështu Zoti xhalla wala i ka bëu këtë lidhje apo. Duke thënë innamal mu'minuna. Me të vërtet, që inna edhe ma në gjuhën arabe, si mbas rregullat e gjuhës arabe, kur të bashkohen, thonë ulemat, yufidu al-hasr. Çka që inna edhe ma kur të bashkohen, çka në kuptojnë? Prodhojnë kufizim. Që në kupton se veç ajo çka është përmend është si thot, ke çka del asoj sin këto. Innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet, Allahu po thot, vetëm besimtarët, veç muslimanët janë vëllezër. Nëse dikush tjetër është më vëlla, me të tregon se ti si musliman i mirë, zguzon me kon. Na do të me kon musliman më të mirë. Na do të me kon vëllezër më të mirë. Shoqënia më solidare, shoqënia më e mëshirshme, shoqënia më bujare, në fytyrën e tokës, do të me kon musliman. Tjerë do më mësim për neve ato. Nëse këtë na obligon kuptimi jonë ndaj këtij vëllazëllëku, sikur se ceka, besimi, misioni edhe natyrshmëria e kësaj lidhje ato. Këto trija. Të bëhen molli që duhet ato. Prandaj hajde kallëzojmë vëllaznia apo. Kallëzojmë raste ndryshme në për lufta që janë dashte ose ato që janë bashkuar, këta do shok që janë kona pralla ato. Kallëzojmë ti mua apo në shoqni, jo dy vet, në shoqni komplet që ka jetuar në vëllazëllëk në solidaritet sikur sa ja sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka. Prandaj ata në masnalti, na i kem shembull ata, na do të më shkuat atje ato. Xhahilat e ndryshëm, ignorantë e ndryshëm, ata që në larg feje, duhet më mësu për neve me në lakmu çish po dohum na. Çish po ndihmojmë na. Çish po solidarizojmë na në mes vetave. Duhet më lakmi, zguxon me në këtë rregull, zguxon me pas për neve këto punë kurkush. Nga se lidhjet tona në mas shajta, në qoftë se lidhjet tona të kalojnë babën edhe nonën, këndë me qumë anal të vëllai më. Apo? Që të kalojnë babën edhe nonën, këndë me qumë anal se kaq, askën as vëllai, s'ki mundsi apo. E kur ti kuptojmë këtë trija, atëre ka kuptim me fol për vlerën e vëllazëllëkut, për obligimet që kanë ndërmjet e kështu me radhë. Unë mendoj se pa këtë hyrje dhe pa këto tri pika, të cilat e kompletojnë kuptimin e vëllazërisë së drejtë në Islam, nuk ka mundësi me pas kuptim për ne pastaj as rast e sahabeve, as tabiinëve, as më radh, nga sa ato do të mbesin vetëm pralla që ndëgjojnë dhe kënaqë shpirt duke ndëgjuar, mirë po nuk do të kenë fuqi të përjetimet në jetën e përditshme. Do të vdesin më herë, çat ditë. Nuk ka mundësi në këtë ambient që na e kem nga viruset e shumë mes vete, me mbietu asnjë rast. Na e mytëm vetë atë rast. Mirë po duhet të pastrojmë ambientin. E pastruohet me këtë kuptim, që e ceka me këto tri pika. E pastaj me lenë Allah xhallahu mbijeton edhe ajeti, edhe hadithi, edhe rasti, edhe hijreti, edhe këtë çka ka, më radh dal nga dal me lenë Allahut azza xhall. Prandaj thash, unë dashur me fol për një pjesë që mendoj që është e rëndësishme dhe që rrallë herë i bie se rruga, ajo është kuptimi i drejtë i raportit mes vete. Pastaj fol sa dush për hadithe që flasin për këtë vlerë, për këtë vëllazëllëk, e fol sa dush për sevapa që arrin njërin këtë punë. E kështu më radh edhe pastaj për obligimet që kemi ndërmjet vetë ato. Elus Allah në madh që të na bën vëllezër të vërtetë që duhen mes vetë tamam sikur se duhet. Por vëllezër që i lidh besimi la ilaha illallah, kjo është nia më e fuqishme që ka mos i lidh në emën të saj apo.
E nuk kena mundësi thash mu lidh në emër të kësaj, në qoftë se ne nuk e kuptojmë këtë fjalë, nuk e kuptojmë këtë besim, nuk e njohim këtë mision, nuk dim vëlla çfarë roli ki këtë dunja, nuk i mundësi me pas, nëse s'ka vlerë të besimi që duhet, nuk ka vlerë të misioni që e ke që duhet, rrjedhimisht për kësaj edhe barst e tjerë që e bartni këtë nuk kanë mundësi me pas pozitën dhe vlerën e duhur. Me kaq e përfundoj thash që më bëni hyrje, por e zgjata që të merr formën tamam qysh pata çep ky prezantim i këtyre 3 pikave, duke lutur Allahun xhallahu që të kemi përfituar teorikisht duke dëgjuar, por edhe të ndrohet qasja jonë ndaj njëri tjetrit në bazë të ndryshimit të kuptimit tonë ndaj vëllazëllëkut, e kuptojmë tani si ndërtohet në këto 3 pika. Zoti ju shpëlej për ndëgjimin dhe për sabrën. E unë me kaq e përfundoj sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.